Gjibani ka qenë i ftuar në emisionin Ndryshe me Salsano Rapin dhe Elona Duron, ku përveç së tjerash foli edhe për Egli Takon. Është e shkolluar, është e artikuluar, i ka të gjitha të mirat. Me Eglin e vetmja gjë është që ta merr informacionin, si çdo lojtar tjetër, ta kthen kundër, të përflet, e të gjitha këto gjërat dhe përgjestin ndryshoi komplet 360 gradë drejtim. Se ishte parimore, e drejt, e barabartë, pastaj kur erdhi gjesti dhe i tha, hajde t'i godasim me çfarë të kemi mundësi në moral, në gjumë, Egli ndryshoi. Kjo është e gjitha mbi Eglin, tha Gjibani. I pyetur nga Bledi Mane se përse ka këtë pasion për të folur për Eglin, ndryshe nga herë të tjera, Gjibani u përgjigj, jo, nuk e kam për Eglin. Nuk po flas për Eglin. Absolutisht, thjesht unë e di që Egli është në dashuri. Atë të shëndetit mendor e ka rren. Është avokatja e djallit. Fiks, jo tani se po ndryshon, por me gjestin ishte avokatja e djallit.